plak vendimarrës në lëvizjen tonë. Kjo nuk është mbledhje e jashtëzakonshme, e parakohshme apo e njëanshme. Është mbledhje e rregullt dhe e zakonshme, e parashikuar në statut dhe e zhvilluar për të përmbushur të gjitha rekvizitat e demokracisë së brendshme. Mbledhja e fundit, pra mbledhja e trivet, është mbajtur në datën 20 gusht të vitit 2017, pra 4 muaj më parë. Meqense sipas statutit të lëvizjes, mbledhjet e zakonshme të Këshillit të Përgjithshëm mbahen çdo 3 muaj, mund të konstatojmë se kjo mbledhje po mbahet në 1 muaj vonesë. Arsyet janë disa dhe sot sigurisht që do t'i diskutojmë edhe për këto arsye. Gjatë këtyre 4 muajve, lëvizja ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale të zhvilluara në gjithë Kosovën. Pritshmëritë ishin të larta, duke pasur parasysh edhe rezultatin e lartë dhe të mirë që patëm në zgjedhjet nacionale të zhvilluara në qershor. Megjithatë, edhe pse tash e kemi konstatuar se pritshmëritë nuk kanë përmbushur të gjitha, lëvizja i ka arritur 3 fitore të shkëlqyera në kryeqytetin tonë Prishtinën, në qytetin historik të Prizrenit dhe në një komunë që ka dhënë kaq shumë dëshmorë e veprimtarë të çështjes kombëtare, një nga komunat më të pazhvilluara e të lëna parkore të Kosovës që është Albana. Këto 3 fitore janë si pasojë e punës dhe e përfaqësimit të shkëlqyer që ja ka dhënë lëvizjet Shpendi, Mytaheri dhe Qendroni. Sigurisht, këto fitore do të ishin të pamundura edhe pa punën e palodhshme dhe sakrificën e mira aktivistëve e mbështetësve që nuk u ndalën, edhe pse përballë patën koalicione e partive të vjetra që shpenzuan miliona për të blerë fitoren. Por, fitoren nuk e blen, sepse fitoria është e lëvizjes. Fitoria është e Shpendit, e Mytaherit dhe Qendronit, sepse këta janë shpresa e qytetarëve. Sot u aurojmë fitoren 3 kryetarë nga lëvizjave vendose, të cilët do të jenë shembull për punë, për transparencë, për hapje dhe afërsi me qytetarët, ashtu siç e kemi në programin dhe në alternativën tonë qeverisëse. Me Prishtinën, me Prizrenin dhe Dardanën, lëvizja ka hedhur një hap vendimtar drejt fitores së kombëtare. Por, në mbledhjen e sotme, ne do të diskutojmë edhe për koalicionet lokale në subjekte tjera. Këto koalicione janë ofruar edhe në 3 komuna ku kemi fituar, por edhe në komuna tjera të Kosovës. Është e drejtë ekskluzive e Këshillit të Përgjithshëm që të pranoj ose mos të pranoj këto koalicione. Një temë tjetër që do të diskutohet sot është ajo e zgjedhjeve të brendshme për kryetar të lëvizjes. Siç e dini, mandati i kryetarit aktual Zotri Risar Umeri përfundon në janar të vitit 2018. Sipas statutit, brenda 4 muajve të fundit të mandatit, Këshilli i Përgjithshëm duhet të mbledhë dhe të caktoj datën e zgjedhjeve, si dhe të ngarkoj me punë personat përgjegjës për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Këto zgjedhje do të jenë të rregullta dhe të zakonshme. Aty do të votoj e gjithë anëtarësia e lëvizjes vendose, sipas statutit një anëtar, një votë. Është e rëndësishme që aktivistët, anëtarët